Virgjeresha. Në ki njerës është një autostradë, G4, që është autostrada Pekin-Hong Kong-Macau Expressway, kështu quhet. Është një autostradë 2273 km e gjatë dhe në një moment në hyrje të Pekinit bëhet me 50 korsi. Në këtë autostradë ndodhin shpesh bllokime, si për shembull ai 7 gushti të vitit 2010 që u bllokuan të 50 korsit në hyrje të Pekinit. Makinat mbetën të bllokuara për 12 ditë rresht. Kolona e makinave ishte rreth 100 km e gjatë dhe ecte me një shpejtësi 1,5 km në ditë. Një tjetër bllokim në këtë autostradë ka ndodhur në tetor të vitit 2025, pra tani sa afërmi. Në krahasim me sa më sipër, bllokimi yt, i dashur dëgjues apo dëgjuese qofshe shenjës virgjereshish, është lule. Është e vërtet që së fundmi gjërat sikur kanë ngelur në vend, por unë parashikoj që për pak ditë çdo gjë do të zgjidhet. Përgatitu të festosh.